nuk guxon me u detyru me u kthy, me punu ndrimet natës edhe mos me u pagu për ato shërbime nëse ata veç kanë pranu me punu. Nuk duhet me i obligu me bo ndrim të natës, a nuk vlen, nëse i kanë fëmijët në moshën. Çështja te kujdesi ndaj fëmijës është çështje ndarë. Që do më jo patjetër që do të respektohet, pavarësisht cili jo statusi. Ministria e Shëndetësisë, i cili që sa vjet nuk na ofron një listë smundjeve profesionale. Të paktën me i garantu këto çështje të bazë zbatimit të ligjit të punës. Nëse me këta specializant, ata e kanë një kontratë pune, nuk guxon me u detyru me u kthy, me punu ndrimet natës edhe mos me u pagu për ato shërbime nëse ata veç kanë pranu me punu. Ky grup Vesel po du me të kallëzu që nuk ka mri deri te faza ku dojnë me ardhë një inspektorat me bo këtë ankesë, edhe duhesh mi kuptu pse, do të thonë ata janë të punu, menojnë që kanë me huben e punë. Po du vetëm interpretimin tënë ma shumë si ekspert, jo si dikur që jetur e trajtu rastin. A duhet specializanteve me ja mundësu aplikimin e ligjit të Kosovës të punës, apo nuk përkon ligji punës me qëtë nivel të punësuarit, kontratë? Gjithsesi edhe puna praktike, edhe si specializant do të jeti pajisëm me kontratë pune. Me kontratë pune po ata janë me kontratë pune, po a vlen që kjo që ato nuk duhet me i obligu me bo ndrim të natës, a nuk vlen, nëse i kanë fëmijët në moshën. Çështja te kujdesi ndaj fëmijës është çështje ndarë. Që do më jo patjetër që do të respektohet, pavarësisht cili jo statusi. Pavarësisht. Duhet mu respektu. Duhet mu respektu. Edhe shfrytëzoj rastin me inkurajue të gjithë ata që pretendojnë që i mohohen të drejtat, që mund këtë ta bëjnë edhe në mënyrë anonime në inspektorat dhe gjithmonë do të ruhet anonimiteti i tyre. Këta e themi me kështu me... Po bojmë diçka. Çka nëse une që e di që t'informat, une ta raportoj ty. Jo anonime që si jeta gjara, po t'kallzoj që 50 specializante e kanë qëtë probleme. Mirë, une dhe që shenova si rast, pa tjetër. A kështë mujtë me shku dhe pa ardha ato të ti? E tash më s'pebojmë paralajmë këtë inspektor. Jo, po, s'ka mu ajo dijet që një vjetë së tu, po. Mirë po, ne nuk e kemi pas informat, edhe momentit që e marmi, edhe veprojmë. Mirë po, ne kemi të instalume edhe linjë telefonike, e cila është edhe pa pagesë, edhe me konfidencë, në kuptimin çdo informat trajtohet, vetëm vitin e kalum kemi pranuar mbi 1600 ankesa nga palët të cilat pretendojnë që i kanë mohuar të drejtat. Vesela, mojë me drejt, a ka ndodhur... Për gjitha këto raste, ka zhvillu inspektim. Pa tjetër. Shumë mirë, veç, a ka ndodhë, edhe pse është anonim, a i pundonsi e din që dikush për qëti grupi. A ka ndodhë, për që ato këto friksohen, që edhe nëse nuk jënë me emën, prap pasoja do t'jenë ndaj të gjithave. A ka ndodhë që pundonsi e qëtë për i punë dikon që ka ardhë inspektorat? Nuk do në ta që s'ka ndodhë, mirë po, në këto raste bëhet një inspektim ma specifik, në kuptimin pa u identifikue personi cili, mirë po bëhet kënë është inspektimi planifikuar, a realisht është specifik për me trajtuar një çështje të caktuar. Veç me ditë po folim